Dua ta liroj Dragoin, habit aktoria me deklaratën për romancën pas 5 martesave të dështuara, më emocionojnë flirtet. Pamela Anderson ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të nisë një lidhje të re dashurie. Aktoria 58 vjeçare e njohur për jetën e saj të trazuar sentimentale me 5 martesa, u shpreh se flirtet e rastësishme i mjaftojnë dhe se nuk ndjen nevojën për një partner në këtë fazë të jetës. Gjatë një interviste u shpreh se dua vetëm ta liroj Dragoin, nuk kam nevojë që askush të më pengoj. Dua ta nxjerr jashtë. Kjo ndodh në periudha të ndryshme në jetën e secilit dhe ky është momenti im. Duke cituar një thënie që ajoja atribuon Osos Anderson, shtoi: aftësia për të qenë vetëm është aftësia për të dashur. Këtu jam tani. Megjithse nuk është në kërkim të një marrëdhënie, ajo nuk përjashton flirtin. Her pas here do të ketë në një flirt ose dikush që dëshiron të dalë për darkë apo të flas për të ardhmen dhe kjo është emocionuese. Është si të thuash, në rregull, jam e mbuluar për një vit të tërë. Faleminderit. Anderson është martuar 5 herë me muzikantin Tommy Lee, me Kid Rock dhe me truprojën Dan Heurst dhe 2 herë me lojtarin e pokerit Rick Solomon. Gjatë intervistës ajo foli edhe për vitet e saj në serialin legjendar Baywatch dhe për eksperiencën me revistën Playboy, duke rrëfyer se në atë periudhë është ndjerë nënvlerësuar dhe e shfrytëzuar. Nuk jam e pafajshme, isha bashkëpunëtore sepse në fillim të karrierës time dhe në jetën time personale ndodhte një lloj shfrytëzimi dhe unë thjesht pranova rolin që më ishte dhënë. Thosha, kjo jam unë. Njerëzit rreth meje më nënvlerësonin, u shpreh ajo. Aktoria shtoi se ju deshën vite për të hequr dorë nga ky perceptim për veten. Sot e di që nuk e meritoja të trajtim, por atëherë thjesht po përpiqesha të mbjetoja, të mbaja dritat ndezur. U divorcova dhe nuk mora asnjë kompensim. Nuk u mbështeta te askush, ka thënë ajo.